Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument do të flasim për situatën parazgjedhore, si themi, në Kosovë me zotin Agim Aliçaj, i cili është drejtues organizativ i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, një aktivist i komunitetit shqiptar në vite për çështjen e Kosovës. Të gjithë shqiptarët, sidomos shqiptarët nga Kosova, e shohin me shqetësim situatën aktuale në Kosovë për sa i përket realizimit të zgjedhjeve tashmë dhe gjetjes së një zgjidhje për qeverisjen e Kosovës në mënyrë sa më funksionale dhe sa më demokratike. Zoti Agim, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, zoti Rafael. Ne kemi diskutuar bashkë shpeshherë në lidhje me situatën këtë, do ta thoja, roman me shumë vëllime, si puna e luftës dhe e paqes të Tolstojt për arritjen e një zgjidhje apo zgjedhje të qëndrueshme në Kosovë. Natyrisht, në analizën tonë ne kemi vënë edhe gishtin sipas mendimit tonë se kush janë ata cilët pengojnë, por situata tash ka marrë ca drejtime krejtësisht panjohura. Megjithatë, jemi në gjendje të analizojmë situatën. Zoti Agim, si mendoni, do të ketë më shumë pjesëmarrje në zgjedhjet e qershorit apo elektorati është ndjerdhësi i tratuar nga forcat politike? Unë ka bendu deri vonë këto ditë që populli me të vërtet është mërzit edhe do të zvoglohet numri i votuesve sepse janë dëshpëruar. Shumë kanë besu në atë që ka parlamentarizëm, ka demokraci të vërtet në Kosovë, që ka demokraci, mirë po blokadat e kanë bë demokracinë në një mënyrë të pa funksionueshme në Kosovë. Prandaj, kom mendu që do të bjen numri, po unë megjithatë tu i pa lëvizjet kohëve të fundit edhe motivimin e njerëzve, mendoj se do të jetë niveli i njëjtë i votuesve në kohën si ka qenë zgjedhjet e fundit, ose ndoshta edhe pak më i madh. Kjo është mendimi im, ndoshta gaboj, po ashtu në bazë të bisedave, në bazë të takimeve, në bazë të informatave që i kam unë. Ndërkohë bëhet e ditur nga lëvizjeve të vendosje apeli drejtuar diasporës apo mërgatës që të votojnë sa më shumë në këto zgjedhje. Madje sipas disa njoftimeve ata thonin ditën e parë janë regjistruar 10.000, ditën e dytë pretendojnë 20.000, pretendojnë deri në 30.000 antar nga mërgata që të votojnë. Sipas mendimit tuaj, nga ato çka ju shini nëpërmjet bashkëdhetarëve tanë me origjinë nga Kosova, aty ku jetonin në New York. Si është situata? Do ketë angazhim të diasporës siç ka qenë më parë kësaj here dhe a do jetë ky angazhim siç mendon qeveria në favor të vetëvendosjes? Besoj që do të ketë, për arsye se ne gjithherë po shkojmë nga ajo që ndoshta është kjo hera e fundit që do duhet të motivohemi dhe të mobilizohemi në këtë mënyrë. Prandaj unë mendoj se po, nuk jam i sigurt për këtë numër 30.000, por ka mundësi që të jetë i vërtet, sepse njerëzit po e shohin që është ka i bot një padrejtësi e madhe kryeministrit Kurti, sulmet e ndryshme nga gjitha anët, të fillu jo vetëm sulmet e ofendimet dhe sulmet politike, disa që janë normale, po disa janë jashtë suazave normale, po ka edhe sulmet ndryshme, kërcënime në vërtet, kërcënime edhe me jetën e tinej, kështu që njerëzit janë ka e vrenë se edhe ka kuptojnë se
Kurti është pengesa kryesore e armiqve të Kosovës që të kthehen prapë në Kosovë, po mendoj të Serbisë. Ata e shohin si rrezik permanent Kurtin dhe i kanë mobilizuar gjitha forcat nga gjitha anët. Opozita ka bën punën e vet, ata unë nuk duhet të them se opozita është në koordinim me Serbinë, gjë që nuk është e mundur, mundet me pas individ normalisht si në shtyp si ashtu, po jo si opozitë kështu në mënyrë të organizuar. Megjithatë, interesi i tyre në këtë moment është i njëjtë me interesat e Serbisë, sepse Serbia gjitha forcat edhe në Mergat, komunajnë Mergat, edhe në Amerikë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe kudo që ka shqiptar, edhe në Evropë, kudo, në forumet ndërkombëtare, i ka mobilizu që ta paraqesë Kurtin si një person autokrat, një person të papërshtatshëm, një person të rrezikshëm për paqen. Gjë që është e kundërta, prandaj populli ynë të e pa këtë sulm të madh të padrejt kundër kryeministit, unë mendoj që do të mobilizohet dy fish edhe në këto zgjedhje që numri i votave të jetë sa më i madh për kryeministrin Kurti dhe koalicionin e tij dhe që ai të fitojë, sepse çdo fitore dikujt tjetër do të jetë shumë e rrezikshme për Kosovën. Si i shihni so bën dhe regjistrimet e partive? Ndërkohë ajo çka ishte risia ishte që ish presidentja Vjosa Osmani kandidon me ish partinë e saj me lidhjen demokratike të Kosovës. Ndërsa nuk garon së bashku me partinë e vet që ishte partinë Guxoj, cila është në aleat me këtë vendosje. A është kjo një zgjidhje sepse lidhja edhe propozoi nga fundi saj, po mirë ne po pranojmë Vjosa Osmani si presidente. Po ta kishim bërë atëherë ishte zgjidhur gjithë situata, megjithatë. Është pikë pyetje, unë siç e din zoti Rafael, edhe shumë bashkëdhetar tanë kudo, edhe sidomos intelektualët e pavarur, ata që nuk ju takojnë asnjë partie, siç është puna ime, kemi besu shumë në atë që kryeministi Kurti dhe presidentja Osmani ta vazhdojnë bashkë edhe një mandat. Edhe për 4-5 vite edhe unë e gjithë kemi bo presionin ta që ata mos përqohen. Mirë po armiqtë arritën qëllimit dhe i përqohen mes veti. Kjo e ka sjellë një situatë të re. Unë e mendoj se presidentja Osmani ka qenë jashtëzakonshme si presidente kur me kryeministrin Kurti. Mirë po, në momentin kur ajo nuk është me kryeministrin Kurti, atëherë shfaqen dilema tjera se ku qëndron ajo me shumë gjëra, sa është ajo e qëndrueshme, sa nuk bjen presionin ndërkombëtare që kanë ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe. Kurti ka tregu veten si një udhëhes i një shteti, i cili interesat e shtetit i ka qitë mbi interesat e gjithëve, dhe edhe duke e rrezikuar interesin e vet personal. Do me thonë ka bo kundërshtime për interesat shtetit edhe kur nuk ka qenë mirë për te personalisht. Nuk jam i sigurt për presidenten Osmani. Ajo si presidente ka qenë jashtëzakonshme, dëshira ajo ka qenë të jenë bashkë, mirë por në këtë moment ne për Kurtin e dim që është i sprovuar në udhëheqjen e shtetit. Për presidenten e dim Osmani që është e mirë në promovimin e shtetit. Për ndërtim të shtetit, ajo duhet ta tregojë veten. Dalja e saj në lidhjen demokratike të Kosovës në afat gjatë mundet me kone mirë nëse ajo ja arrin që lidhjen demokratike të Kosovës ta kthejnë vijën e presidentit Rugova, nëse ka atë qëllim. Por nëse ka atë qëllim vetëm që përkohësisht përfitoj në vota edhe të merr diçka në pushtet për interesat veta, unë mendoj se ka me dështu. Sepse lidhja demokratike nuk ka me mujt me pas kur aq forcë, edhe nuk ka lider tjerë. Albiti Gjiku nuk është lider
që mundet me udhëheq shtetin. Ai qyr para 2-3 ditëve gënjen pa da, nuk ka vlera të caktume, ka bo gabime kështu të naive, nuk është një person i vendosur, kështu që një kombinim i presidentës Osmani me zotin Abdigjiku nuk është tërhes për votues të Kosovës, nuk është as për mua. Në këto zgjedhje, unë mendoj se edhe ne që kemi dash Vjosa Osmanin, në këto momente do të votojmë edhe do të orientohem nga kryeministri Kurti, me kush që në përzgjedhje tjera pas 4 viteve, nëse presidenti Osmani tregon që ka kredibilitet në udhëheqjet mbrëmshme, që nuk bën lëshime ndaj ndërkombëtarëve, edhe që është e qëndrueshme për në interesat Kosovës, atëherë ne mundem me konsideru atë. Në këto moment unë mendoj se ka me ndiku në zgjedhje, ndoshta prej 3 deri në 5%, mirë po vetvendosja ka mundësi që kompenzoj këtë pjesë me votues tjerë që s'kan votuar herat fundit, se unë po shoh që ka një interes edhe njerëzve që s'kan qenë fare të regjistruar, na bojnë thirrje, po lypin ndim për regjistrim e gjëra tjera. Kështu që unë mendoj se me një angazhim të mirë fillt, vetvendosja me koalicionin e vet mundet me mobilizu një pjesë të shumicën votuesve të pavarur, edhe që pa parti, të kompenzon atë që ka humbur me daljen e Vjosa Osmanit apo me kalimin e saj në lidhjen demokratike të Kosovës. A mendoni, siç thot zoti Kurti, që vetvendosja të kapi 60% të Unë votuesve? dëshiroj që ta kap 60%. Nuk është lehtë, mirë po besoma çdo gjë është e mundur në këto zgjedhje. Sepse njerëzit janë ka shohin një rrezik të madh për Kosovën nëse ju lejohet opozitët të marrin krye. Kryeministri Kurti ka kryer vetëm një mandat. Populli i Kosovës që 3 herë ka thotë, kjo është hera e tretë, ka thotë që kryeministri Albin Kurti e meriton edhe një mandat tjetër. Pa marrë parasysh vrejtjet e gjitha ato që ka thojnë interesat e ndryshme. Me vote ka treguar punë. Opozita o ka munduar me çdo kusht që mos ta lejoj që vota e popullit të realizohet. O ka merret me bojkotime, me bllokada. Ato s'janë demokratike. Mundën me kohë ligjore, nuk dënohen me ligj, po ato janë forma jo demokratike. Domethënë ata ka munduar me marr pushtetin në mënyrë ilegale, sepse nuk kanë forcë, as kanë treguar deri tash, as gjërësi, as vizion, as forcë që me dalë me programe të atilla që me të rjek popullin. Kështu që aty në arma e vetme për të marrë pushtetin nga kryeministri Kurti, i cili është në rrugë drejt, është me format manipulibeve të rrenave, mashtrimeve, shpifjeve, blokadave e të këtyne të gjanave tjera. Me këto populli i Kosovës, populli i Dardanisë përbes është populli mençur, do të thotë kush ka don, se nuk ka me lejue këtë punë. Prandaj është e mundur 60%, unë e synoj të 51%, dhe du me thonë këtu publikisht që nëse partia e kryeministrit Kurti, koalicioni i tij, Lëvizja Vetvendosje, Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokratiane, i marrin 51%, 50%. Vetëm 50% e ma tepër, çka do, për mbi 50%, unë mendoj se do të jetë një vërtetim, një vendosmëri e popullit që tregoj opozitës që ata e kanë huq rrugën e demokracisë. Bile ata duhet ta konsiderojnë, nëse humbin me 50%, duhet ta konsiderojnë që ose të ndryshojnë mënyrë qendrore, me të gjitha organet e tyre partijake, udhëheqësitë e tyre të ndrojnë krerët e tyre, ose të shuhen krejt edhe të bëhen parti të reja, për arsye se do të ishte një turp i madh që herën e tretë ata mas gjitha këtyne manovrimeve, këtyne gjanave që kanë ndodhur, që të humbin prapë me 50%. S'ka kërkojnë mo. Edhe mos mendojnë që nëse
kryeministri Kurti fiton 50%, që edhe ata do të mundën vazhdimisht me bojkotu dhe edhe zgjedhjen e presidentit. Sepse kryeministri edhe herën e fundit ju ofroi gjitha mundësitë për ta gjetur një zgjedhje për një president i cili do të jetë i paanshëm, i cili nuk do të jetë partijak. Mirë po ata u pa që nuk janë të interesuar, por janë të interesuar me çu popullin zgjedhje. Edhe atë populli e ka vërtetuar këtë punë me 100%, pa kurfar dilema. Më ka flasur për popullin shumic, nuk ka asnjë dilemë që kryeministri Kurti nuk e ka quajtur vendin zgjedhje, po opozita e ka quajtur, edhe populli është i interesuar që ta dënojë atë që ka i shkakton këto zgjedhje, gjitha këto humbje në holla, humbje në programe, humbje në qeverisje, në zhvillim të shtetit, dhe po ja hap gojën Serbisë, e cila non-stop është ka trumbeton se shqiptarët e Kosovës, populli i Kosovës nuk është në gjendje ta udhëheqë shtetin e Kosovës, se ky shtet duhet të shruhet dhe të inkuadrohet përsëri në Serbi. Domethënë, këto janë gjitha çka ka ndodhur, prandaj unë mendoj se populli do të jetë i motivuar që edhe një herë me votën e tij, edhe pse ndoshta s'do të mundet me utu aq shumë atje, po regjistrimi në ambasada do të shtohet, edhe unë mendoj se do të arrihet një përqindje për mbi 50%.